Për të tretin muaj me radhë, naftëtarët mesatarisht fitojnë nga 20 deri në 30 cent për 1 litër naftë. Çmimi mesatar i importit në 18 ditët e para të muajit, sipas të dhënave të doganës, llogaritet të jetë €1.20 përfshirë edhe taksat. Megjithatë, në disa pompa, çmimi i naftës arrin në €1.58 për litër, apo 38 cent më shtrenjtë se mesatarja e importit. Ngjashëm ishte edhe në muajin gusht kur 1 litër naftë shitej me çmim prej €1.49, apo 21 cent më shtrenjtë se mesatarja e importit që ishte €1.28. Edhe kurriku ishte pothuajse i njëjtë, rreth 27 cent fitonin naftëtarët në 1 litër, teksa mesatarja e importit sillej rreth €1.16 e shitej me €1.43. Në rastet e tilla, sipas ish-ministrit të tregtisë e industrisë Ismet Mulaj, do duhej reaguar shteti me mekanizmat e tij. Autoriteti i konkurrencës dhe Ministria e Tregtisë përmes Inspektoratit të Tregut do duheshin të hetoheshin akorde në marrëveshje ndërmjet bizneseve të mëdha që të mbajnë çmime të larta ose të mbajnë çmime në kundërshtim me ligjin. Marrëveshje kartel, marrëveshje domethënë që shkojnë në funksion të dëmtimit të tregut të karburanteve në Kosovë. Nga autoriteti i konkurrencës përmes telefonit thanë se janë duke monitoruar situatën nëse ka marrëveshje mes naftëtarëve për rritje të çmimit të naftës. Por anipse janë plot 3 muaj që çmimet janë të larta, ende nuk ka diçka konkrete. Kësaj sipas Mulajt, mundësi tjetër është edhe vendosja e çmimit tavan. Ministria e Tregtisë përmes një udhëzimi administrativ ka mundësinë që të vejë çmime tavan nëse heton që kompanitë e mëdha kanë krijuar marrëveshje kartel dhe këto marrëveshje në mënyrë jo të drejtë i mbajnë çmime të larta në Kosovë. Megjithatë, një masë e tillë ishte vendosur muajin e kaluar nga ana e ministrisë, por që ka skaduar dhe nga kjo ministri nuk tregua nëse të njëjtën do ta vendosin prap. Ndërkaq në anën tjetër, shoqata e naftëtarëve rritjen e çmimeve e arsyeton me rritjen në bursë, pa e komentuar fitimin enorm.